Shumë interesant, po shtrujnë ashta rrugë me kilometra, me miliona, e këtu nuk ka bre 50 metra, 50 metra. 50 metra do me koni Dhe veç kjo pjesa, prej atu i deri këtu. E kisha milu të organet kompetente që të le dalin dhe të rregullojnë pra infrastrukturën e kësaj rrugë. Pra, jena tek rruga Xhavit Berisha, Lagja, Kodra e Trimave. Edhe po pra sa mira e pat, sa vështirë duhet me kalu keret të kjo pjesë këtu, se është goxha nalë, qëre, shikajteni me po, ju për një me shumë goxha nalë të që duhet me pas ta na kujdes edhe mos me prish veturën sa here kalojnë, po në një anë unë ka njerë edhe po gëzona se kur po ka gropa veturat po vozisin ma ka dalë, se na tranun. Po është ajo, po këtu, po bashkë këtu nuk po është, se po është rruga afër e po djevës, rruga ma gjithë. Edhe pe bon me njerë, pe pengon rrugën atje dhe po bon kolona. Edhe po bëhet atje dëmon komunikacioni, po të lëvitet, po del pe randit. Se ashtu në bashkë. Unë mendoj unë po mundona me këshyr një anë të mirë në diçka të keqe. Se edhe vozecat i grajnë veturave shumë shpejt në për këto pjesë dhe harojnë që ka fëmijë ose pletë që jo në për rrugë. Po këtu është 40 në orë, i grajnë 80-100. Edhe ka pas shpesh aksidente të komunikacionit. Bashkë në këtë rrugën. Arta, po rruga po të lë pak me pamje të rrugës që me e shiku edhe ju vetë nëse mund është prek me i po veturat se qysh po kalojnë për këtu grupa edhe vlen me u cek edhe njëre që kjo rrugë është më shumë se 10 vite. Që kjo banori që du po... A je banori këtu i ta, hajde edhe të tregon pak. 2 fjallë thume. Shko se që e kena zirë po, që ti edhe të bërlugu të. Se edhe bërlugu po. Që ti i se shkujë. Hajde, po shkuj. Të bërlugu.